Ne fatmirësisht më në fund, mbas një përpjekje 10 vjeçare, po arrim të imponojmë hapësirën publike si një hapësirë ku pavarësisht titullit pronësisë nuk mundet dot të zaptohet, nuk mundet dot të rrethohet, nuk mundet dot të përdoret për aktivitete të tjera të natyrës, për shembull rritje baktish në qytet, sepse deri kur ka një leje për ta shfrytzuar, ajo hapësirë është një hapësirë në dispozicion të komunitetit. E dyta, kemi arritur edhe diçka tjetër që e kemi sankcionuar në ligj, që kur bëhet një ndërtim në një pronë, flasim këtu për ndërtim banesash, apartamentesh, nuk flasim për një ndërtim të një shtëpie private. Pra kur bëhet një ndërtim dhe pronarët bëjnë një marrëveshje me një ndërtues, gjithçka që është rreth ndërtimit nuk është më as e pronarit, as e ndërtuesit. Është e komunitetit. Dhe kështu duhet ishte në fakt prej kohësh, por të dyja këto probleme të trashëguara nuk janë zgjidhur më parë dhe edhe sot e gjithë ditën hasin në vështirësi për shkak të ignorancës dhe të korruptimit të gjykatësve. Njëra nga dyja ose të dyja bashk, po njëra nga dyja me siguri, sepse duhet jesh o ignorant ose i korruptuar që t'ja mohosh komuniteteve të drejtën që të kenë hapësirat e tyre, duke i njohur atyre që qoftë edhe kur e kanë pronën e tyre, ndërtojnë aty për të zhvilluar një aktivitet pa leje, një të drejtë që s'ju takon që të jetojnë në kurriz të komunitetit. Unë e di shumë mirë që nuk është normale që kryeministri apo cili do qoftë funksionar i lartë publik të tregoj me gisht një gjykatës duke i treguar fotografin dhe duke i thënë që ka bërë një akt armiqësor ndaj komunitetit. Por ama për mua shumë e rëndësishme që të gjitha ta të cilët ankohen me të drejtë në një komunitet caktuar, sepse dikush ka ndërtuar aty një lokal që i zë rrugën edhe për të dalë nga shtëpia, edhe duhet kalojnë nëpërmes lokalit për të dalë në anën tjetër, fëmijët për të shkuar në shkollë, pensionistët për të dalë për të marrë frymë, të mendoj që ai lokali atje nuk prishet sepse nuk do X-i, nuk do Y-i, apo se është korruptuar inspektoriati për katës, kur në fakt e vërteta është që ai lokali atje nuk prishet sepse gjykatësi X apo gjykatësi Y i kanë dhënë të drejtën të rrijë atje dhe të vazhdojë të bëjë biznes në kurriz të komunitetit. Në një hapësirë që mund të jetë prona e tij private e përsëris, por që ai s'ka të drejtë. Nuk ka të drejtë ta shfrytëzojë nëse s'ka një leje ndërtimi, jo nga ato pseudo lejet që i përdorin nganjëherë që janë që i ka lëshuar njësi administrative ose bashkia për pseudo punimet përkohshme, që janë farsa të cilat duhet marrin përgjigje në gjyq. Kemi pasur disa raste, më vjen mirë që tani gjykatësit janë më të përmbajtur, por kjo është e vërteta që unë duhet ta ndaj me ju. Dhe natyrisht, nëse ne duam ndërtojmë një shkollë, apo duam ndërtojmë një kopësht, apo duam ndërtojmë një çerdhe, aty ku hapësira është e lirë, po prona është private, atëherë do duhet ta shpronësojmë. Nuk mund t'ja marrim, t'ja përdorim pronën dikujt tjetër pa e shpronësuar, po për sa kohë ajo pronë është e lirë dhe nuk ka leje ndërtimi, ne kemi të drejtë ta gjelbrojmë, kemi të drejtë ta vendosim në dispozicion të komunitetit, se ka dhe një gjë tjetër, nuk mund të jetë prona e pa sistemuar aty me që është pronë private,
për sa kohë është hapësirë publike. Momentin kur ai pronari merr një leje X për të bërë diçka, është e drejta e tij të bëj çfarë doj. Po deri atëherë, dhe këto gjëra nuk duhet kishin ekzistuar, por ja që u deshën shumë kohë që të imponoheshin, siç po imponojmë sot. Dje e mora e pash në raportin e inspektoriatit që është arritur dje shifra 100.000 metra katror të liruara në Tiranë nga zaptusit. Dhe janë 100.000 metra katror ku po bëhen projektet përkatëse për t'i rikthyer ose për t'i kthyer nëse s'kan qenë ndonjëherë në hapësira në dispozicion të komunitetit